dasmat, edhe për arsye se ka iknusja, ose dhëndri i ka ra pishman, ke pas rastet të tilla, kur është anulu dasma për një arsye të tillë, që për mu është madhore, për shembull me iknusja. Po, jo, unë për fat nuk kom pas në i rast që brenda asaj dite ka dështu dasma. Po ma herë që është anulu? Ma herë që është anulu, po, pa tjetër që po, se cili këngëtar ka dhe ndodhë, ndoshta 2-3 dasma në sezon, gjithmonë dështojnë. Cila ka qenë arsyeja më e çuditshme që ta kanë dhënë për anulimin e një dasme? Që edhe ty të kalon pak si të shokum. Po ai e shokune ka qenë një rast para shumë viteve ku bezoja shtëpis me grip. Kjo më ka ardhur çudi, po pastaj normal që unë kom dëshu që mundet me qenë ai gënjeshtër, po si do që tjetë pa ta vërtetu që me të vërtetë edhe në restorana kanë anulu darsmën. Nuk e di qysh për një grip anulohet i darsmën, po sigurisht ka qenë diçka ma thellë dhe nuk e ka tregu të une. Ajo ka qenë e çuditshme. Jo te zëja shtëpis me paraceta. Me infuzion e hajde. Po jo, sigurisht ka qenë diçka ma thellë që nuk ka dash me na tregu ne. Njerëzit kanë arsye, kanë njerë arsyeja se njerëz vetë arsyen, kështu që s'kemi pse diskutojmë këtë më shumë.